Muslimani duhet t'i shëndron gabimet e veta, rrëshqitjet e veta, lëshimet e veta në përvoja. Nuk duhet të dëshprohet, nuk duhet të mërzitet, po ajo mërzia duhet jetë vetëm një lloj nxitsi që ky të vazhdon me më mirë, që të vazhdon drejt më të mirës. Andaj pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam tha në hadith se besimtari nuk shpohet nga e njëjta vrim dy herë, për t'regu se ka mundësi me gabu me një anë, ka mundësi me ra me një grop me një anë. Mirë, për përshdyti mos bjerë, përshdyti mos bjerë. Dhe kjo është një motiv nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, dhe është një normalizim i gabimit në qenjen e birit të Ademit. S'ka mundësi mos me gabue, s'është e mundur mos me gabue, por është gabim me vazhduan që ata, është gabim me u dëshpru dhe me thonë kjo s'ndryshohet. Jo, besimtari i merr gabimet e veta, kërkon falje për ato, bën istighfar te Allahu subhanahu wa taala dhe i shndron ato në përvojat veta. Andaj thot Urweja se kam qenë me Muawijen radiallahu an në një mezhlis derisa ai po mendonte dhe po meditonte, dhe pastaj u kthjell dhe tha: la hilme illa tajriba. S'ka mundësi me kanë maturi, me ekzistu dikon e përvoj e një sjellje e mirë, vetëm se kjo është bë me kalitje, se ka përfituar pi lindjes, po këta e ka marrë me kalitje. Andaj besimtari duhet të kalitet. Në këtë dunja kemi ardhur mu kalit, mu gdhen, me e marrë çdo ditë një mësim. Për këtë arsye ka thënë Imam Ahmedi rahimahullah, mos t'jenë barabarta dy ditë të ti, mos t'jenë barabarta dy ditë të ti, se ti djeki e kini përvoj. Nëse t'ka hik ti dje sa boj, ti e dipit pse t'ka hik, ase dia qa tipit ka t'ka ardhe keqa qa ti nale. Nesit, mas nesit ti e dit, çdo ditë e me remeton vetë vetën. Nëse e ke pasë qëtu akon problemi, nëse një ditë së një ki falë sunet, ti e di ka t'ka ardhe e keqja. Nëse një ditë së në ke donë sadaka, ti e di pse. Dhe fillo gabimet shëndroj në përvoja, që nesët ta bëjsh ale ma mirë. Nëse një Ramazan së ne ke agjeru si duhet, me kompleta që ka kërkon Allahu subhanahu wa ta'ala, prite këtë Ramazanin tjetër që me arë me bo ma mirë. Allah na mësot me një Ramazan, ja Rabbal Alamin. Për këtë arsye të ndëruar xhamat, tha Muawija se nuk ka mundësi me kanë i urt pa kalu në prova. Me kalu në prova. S'ka mundësi njani me thonë për shembull, kur kun s'kam mësuar në shkollë, më i miri në bota. S'ka mundësi me kalu në për shkolla, teste kështu me radhë. Andaj kapitulli i përvojave, çfarë duhet me bëte besimtari? Duhet që besimtari të shndron çdo ditë veten një shkallë për me hip nesër më lart. Një shkallë që nesër me hip në anal. Andaj tha Imam Ahmedi, barabar dy ditë janë keq. S'ban mi pas barabar dy ditë. Nëse ki fal një ditë veç farzët, nesër duhet me fal më shumë. Nëse një ditë ki fal edhe sunetet, nesër duhet me fal edhe më shumë. Për ditë nëse lexon një faqe Kur'an, nesër lexon një e një ajet. Mas nesit një e dy ajete, shtoj. Nëse ti ki përvoj, e di kush ta merr vaktin, e di se si e ke gabue dje, e përmirëson sot. Për këtë arsye tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam hadithin e radhës: la halime illa dhu athara. Ska njeri dëbut e të matur vetëm se ka kalu në përgabime. Qysh e ka përfitu maturin? Qysh, se me malë që do më thonë, me kujdes me hec. Pse hec me kujdes njeri njetë? Se ka gabu dikun, ka rëshqit dikun, e tash nuk rëshqet. Kur ti e di se me një vend rëshqet, thu një herë kam ra, për ty disbi. Kështu edhe jetat të ndëruar gjëmat. Nëse ke bon një mëkat dikun, thu e dipi kam karë që e mëkat, u mashtrova që atara, më të shkoj më që aty. E di se me qatë shoshni i pataron që këtë mëkat, shkoj më ata. E di se që tu më patë në kape dhe që tu e patarot, e panabot që këtë gjuna, mos e banë mo. Pa këtë arsye tha pejgamberi alayhi salatu wassalam, i maturi ka kalun prova, i maturi ka kalun gabime, andaj i shëndron gabimet në maturi. Dhe pastaj çka tha, la hakime illa dhu tajribe. Tha s'ka njerit urt vetëm se ka shumë përvoja. Ka shumë përvoja. Për këtë arsye Omar ibn Khattabi radhiyallahu an, kur donte me menaxhu diçka, i thirrte të pleqt. E kur donte me sulmu i thënë të trit. Se sa i riu nuk din me menue, ama plaki do të kada duhet me menu këtë punë. Se ka kalu jetë, ai 70-80, e ka kalu jetë, ai ma i urto, ma i qeta. Omar ibn Khattabi i thirrte të pleqt dhe thonte ta kuvenojmë që këtë punë. Se ju dashke menja, u dashke përvoja, u dashke urtësia. E nëse e binin vendimin për me vepru që ta, atar i thirrte të rritë këtë qështu kena me jabohe. Ata më sanena, sa ta nuk menojnë, nuk kanë atë aftësin dhe përvojën dhe urtësin dhe maturin për të kalkulu shumë muhabetin. Për këtë arsye Allahu subhanahu wa taala e dërgon pejgamberin alayhi salatu wassalam tek neve në përsosmërinë më të lartë njerëzore. Për çfarë arsye?
që mos kemi na shumë hapësirë me mendu, a thu ka provu që kjo ajo, e ka provu, u kri ajo. Krejt atesat i kanë krye. Çka thot pejgamberi sa mo hak? Wa ma yantiqu anil hawa. Ai s'fol pe hamendjes, shpallje është ajo. In huwa illa wahyun yuha. Ati vjen shpallje. Pse e ka boçë ta? Pse e ka boçë ta? Pse Zoti e ka çut për sosul Muhamedit sallallahu alaihi wasallam? Që mos të hupësh ti vakt me thon, a thu janë provu këto se ne po janë provu, këtë janë provu. Këtë janë provu, ti të ka mbet vetëm me dëgju Allahu dhe pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Pastaj ka sjell kapitullin Imam Buhariu, të cilin e ka quajtur Babu Hilful Jahiliye, të cilin Abdulrahman ibn Auf i thot se e kam dëgjuar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam duke thënë hadith, un kam prezantuar duke qenë i ri me axhallart e mi një aleancë e quajtur Hilful Mutayyibin. Çka ka ndodhur? Çka ka ndodhur? Para se me arë pejgamberi sa pejgamber, transmetimet janë se ka pas 20 vjet, 25 vjet, 30, këtu pari është sill, nga se nuk është shkruajtur historia para se me kanë pejgamberi sa pejgamber, andaj gjërat janë më të paraforta. Janë mbledh arabët dhe kanë thënë, të mbledhemi ta bëjmë një aleancë kundër zullumit. Pejgamberi sa thotë unë jam konç aty. Edhe unë e kam zgjat dorën. Çka ka ndodhur? I kanë bë durt me parfem. E kanë mbledh në enë, e kanë qit parfem ta. Edhe i kanë shti durt krejt parfem. Edhe kanë dhënë besën se çdo njeri që kanë Mekë i bojnë zullum, na kena mja mur hakin, mja kthit vendin e vet. Kena me kanë këtë dora kundër zullumçarit. Pejgamberi sallam këta e ka prezantuar kur në xahiliet, para islamit. Mirë, po çysh ja ka ngrit vlerën, ka thënë, wallahi, më dhan palle çfarë pasurie nga pasuritë e arabëve. Nuk du me prish këtë aleancë. Nuk du me prish këtë besë. Një. E dyta, ka thënë hadith tjetër pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, wallahi, me më thirë tash prap qasi aleance, prap shkoj. Dhe kjo është vlera e kësaj aleance. Pse? Ka thonë me më thirë në qasi aleance, prap shkoj. Qka ka pas gjatë aleance? Gjdo zullumqarit mi anal udhën, dhe gjdo të bamit zullum mi a këthi hakin. Islami është gjdo mënir me e këthi zullumin pi zullumqarit. Gjdo mënir që e drejta vjen ven, Allahu subhanahu wa ta'ala e don ata, sepse nuk e do zullumin. Wala yadhlimu rabbuka ahada. Allahu nuk e do mikba kërkujna zullum. Për këtë arsye çka tha pejgamberi alayhis salatu wassalam, une sot si pejgamber, me më thirr, hajde çat edhe një herë ta bëjmë çat aleancë, prap shkoj. Se në atë aleancë çfarë ka pas? Kush e ka bërë aleancë? Kafira. S'kan qenë musliman ata. Mirë po vëzëm çatot, une prap kisha shkuar. Andaj kur e ka bërë luftën marrëveshjen e Hudejbjes, çfarë ka thënë? Wallahi, nuk ka dëni nen, nuk ka dëni pikë marrëveshje në të cilin kanë musliman dobi dhe respektohen shenjat e Allahut në tokë, vetë se unë e pajtona. Andaj kur e kanë nënshkruajtur marrëveshjen, aty kanë thënë ata, fshije Muhammed Rasulullah, fshije. Aty Aliu ti ka thënë, fshije Muhammed Rasulullah. Aliu s'e ka fshije, ka thënë, çu ta fshije Rasulullah. Pejgamberi sa me ka marrë vet, i kanë kallzu kohë se pejgamberi sa s'ka di shkrim dhe lexim. I kanë thënë, ka thënë, ku është Muhammed Rasulullah? Ka thënë, çdo, e ka fshirë Rasulullah. E ka fshirë Rasulullah, ka thënë shkruaj Muhammed ibn Abdullah, Muhammed ibn Abdullah. I ka thënë përfaqësuesi paganëve, ka thënë sa i përket Rasulullah, na nuk njoh na Rasulullah. Se me të njoh Rasulullah nuk të bojnë apo tere. Po ti je biri i Abdullahut, shkruaj biri i Abdullahut. Nëse ka thënë shkruaj biri i Abdullahut. Dhe që ajo marrëveshje ju ka bo hajrë shumë muslimanëve, se krejt shpërndarja e islamit në përvendet e botës ka qenë shkak i kësaj marrëveshje. Për këtë arsye muslimani është gjithmonë dora e shtrime atij që është bëm zullum. Muslimani gjithmonë kundër zullumçarit. Gjithmonë kundër zullumçarit. Pejgamberi sa mi ka thënë edhe muslimanit për muslimanin, kura musliman, ka thënë unsur akhaka zaliman kana u madhlume. Ka thënë me sa ndihmoj vllavin tan zullumçar qoftë apo i bëm zullum. Sahabët thonë ja Rasulullah, kur ti bën zullum na e dina çish minimu. Po kur ti je zullumçar çish minimu? Ka thënë nale. Nale. S'ka mu ka ndore zullumçarit edhe nëse vllavi jot. Edhe duhet me përkra të drejtin edhe nëse është kundërshtari jot, sepse Allahu e do të drejtin. Allahu është me ta. Për këtë arsye të ndëruar xhamat, shihni këto vlera që ai ka vendosur pejgamberi sallallahu alajhi wasallam tek muslimanët, që të jenë me të drejtin, që ta dojnë drejtsinë, që mos ta dojnë zullumin, sepse Allahu ja thot në Kur'an wallahu la yuhibbul fasad. Allahu nuk e do fesadin. E lutim Zotin e Madh në këtë ditë xumaje, në këtë ditë të madhe, që Allahu vëllezërve ton musliman në Gaza t'u shkrua një ardhmëri të qetë, një ardhmëri të lehtë,
Elusim Zotin e Madh subhanahu wa taala që nëse ka diku që i ban kurth muslimanëve, apo në agjendat e tyre ka komplot kundër atyre muslimanëve, elusim Zotin e Madh që Allahu t'i ngulfat me çato komplote. Elusim Zotin e Madh subhanahu wa taala që Zoti jon xhel xelaluhu t'i ndihmon besimtarët kudo që janë. Elusim Allahun subhanahu wa taala që Allahu xhel xelaluhu na bën për besimtarëve të mirë, na bën për besimtarëve të devotshëm. Elusim Zotin e Madh subhanahu wa taala që Allahu xhel xelaluhu ta kthen hakin e muslimanëve në vet, do ta kthen krenarin e muslimanëve, do ta kthen Allahu subhanahu wa taala ato që u takon prej autoritetit në dunja. Elusim Zotin e Madh xhel xelaluhu që Allahu subhanahu wa taala na bën për atyre të cilët e respektojnë Allahun dhe pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, i bindin Allahut dhe pejgamberit alayhi salatu wassalam.